Sot në Kolegiul Universitar Qeliazë u zhvilluan dy sesione, sesioni 26 dhe 27 të konferencës së 21 ndërkombëtare shkencore, drejt një shoqërie inteligjente, sfida dhe trende. Kjo konferencë organizohet në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Sociologjisë, me cilën Kolegiul Universitar Qeliazë ka një memorandum of understanding, dhe vendi i qytetimit të konferencës ishte Universiteti Femia Garni në Gjakov në Kosovë. False marrëveshje falë bashkëpunimeve të posaçme në arbitrin të negociacionit që këto dy sesione të zhvilloheshin këtu në Tiranë dhe mundësia e ndryshimit gjeografik të vendodhjes së konferencës si dha mundësi kolegjit për të marrë pjesë në një numër shumë të madh aktivësh dhe bashkëpunëtorësh. Konkretisht u paraqitën rreth 12 artikuj nga 25 autor, bashkëautor dhe student. Rësia e kësaj konference do thoja dhe surpriza ndoshta akoma e shprehur më bukur ishte pjesëmarrja e studentëve. Kishim 4 studentë të cilët në bashkëpunim me pedagogët e tyre paraqitën punimet në këtë konferencë. Të gjitha artikujt, të gjitha referimet kishin synim të ndërtonin narrativën e një shoqërie inteligjente, të tregonin sfidat që po kalojnë në ditët e sotme, këtij ndryshimi kaq të madh teknologjik që po pëson bota. Për mua është e rëndësishme që kemi ardhur njerëzimi ka mundur shumë shpejt të çmitizojë algoritmin dhe të kuptojë se si funksionon, dhe kjo për mua është një arritje pozitive. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme të përcaktoj se çfarë shoqërie inteligjente do të zgjidhë. Shoqërinë inteligjente njeri, pra inteligjencën qytetare, apo inteligjencën instrumentale, inteligjencën e makinës. Ka ardhur koha të bëjmë zgjedhjen tonë, ka ardhur koha të mbajmë qëndrimet dhe të reflektojmë në lidhje me këto nisë të reja.